Është kultura heshtjes dhe frikës që ka imponuar diktatura, të cilën fatkeqësisht element të saj ne i shohim dhe sot. Përshëndetje, mirë se vini në këtë episod të radhës të Table Talk. Sot, për mua specifikisht, po jam e bindur edhe për të ftuarin që kam, është një nga ato temat të cilat nëse do të kisha mundësinë dhe hapësirën do doja që të flisja çdo ditë. Kjo për shkak sepse çdo ditë më e vështirë po bëhet të shkosh tek të rinjtë, tek brezat të cilët nuk e kanë përjetuar. Jam duke folur për një periudhë të rëndësishme, prej nga duhet të mësojmë e të nxjerrim mësimet që i referohet kohës së komunizmit, sepse në fakt është një luftë e cila është midis harresës dhe kujtesës, dhe për këtë do doja që të bisedonim që sa më shumë përmes edhe hapësirës tonë, por edhe çdo hapësirë tjetër, të kujtojmë. Është e rëndësishme për të kujtuar, sepse ndryshe nuk do dim se çfarë ka ndodhur në atë periudhë, se çfarë pasoja shpati, pasoja cilat i ndjejmë edhe sot. Për të biseduar për këtë, por edhe për një event shumë të rëndësishëm, do të kem të ftuar Blerina Gjokën. Blerina, faleminderit që je pjesë e Table Talk, je gazetare prej shumë vitesh, por sot do doja që të bisedonim edhe për përvojën tënde, je tashmë prej vitesh drejton Kujtopik.al, e cila merret, po themi, të nxjerrë në dritë të gjithë ato që janë shumë lënë në harres, me qëllim pa qëllim do ta bisedojmë dhe nuk flitet aq sa duhet për komunizmin. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën Denada, është shumë kënaqësi të jem këtu me ty dhe të flas për një temë që është vërtet shumë e rëndësishme siç thatë dhe ju, sepse nëse ne nuk njohim të shkuarën, nuk ndërtojmë dot të ardhmen. Nëse të rinjt sot, brezat e rinj sot nuk e kuptojnë çfarë do thotë privimi i lirisë, sepse diktatura mbi të gjitha ishte privimi i lirisë dhe persekutim për shkak të fjalës, ata nuk mund të ndërtojnë një demokraci të denjë nesër, po nuk kuptuan se sa e rëndësishme është të qenit i lirë dhe fjala e lirë. Pse është e rëndësishme do ta nis nga përvoja ime. Kam studiuar gjuhë letërsi dhe për fat keq vazhdoj ta ngre zërin që ende nuk ka një modul për të shpjeguar. Ne bëjmë tema atje, student mësojnë, po ki parasysh universitete që as nuk i bëjnë dhe nuk e kanë fatin e lëndëve, të cilat nuk kuptoja se çfarë është kjo mungesa e lirisë. Dhe nuk kuptoja se si mund të kenë ndodhur kaq shumë gjëra derisa fillova të lexoj më shumë, të shikoj më shumë rreth kësaj teme, e pastaj ka filluar dhe me një tur që ka shkuar edhe në Europën lindore, dhe kjo ishte, po themi, nisja e një rruge të gjatë të cilën vazhdoj çdo ditë ta besoj që është shumë e rëndësishme. Ta njohësh të shkuarën, më ka ndihmuar edhe në përvojën time si gazetare, po edhe në përvojën time si njeri, për të mos rënë në këto grackat, se komunizmi ishte një periudhë që u mbyll në 90-ën, por elementet e tij vazhdojnë të jenë sot prezent. E ndoshta element të atij lloj pushteti vijnë në forma të tjera. Dua të të pyes, je nën e dy fëmijëve edhe ti, po janë duke u rritur një brez, i me motor, i me vlla, fëmia im nesër, të cilët nuk e ka njohur këtë periudhë, nuk e din se çfarë ndodhi. Pse është e rëndësishme të flasim për komunizmin? Atëherë Denada, ne jetojmë në epokën e teknologjisë së informacionit, në epokën e TikTokut, të Instagramit, videove të shkurtra, YouTube-it, ku dizinformimi dhe keqinformimi janë shumë të përhapur. Me që më kujtove faktin që jam nënë e dy fëmijëve, djali im është 18 vjeç dhe para disa vitesh më vjen edhe më thotë që në kohën e Enver Hoxhës kishim ushtri të fortë, kishte parë një video diku në TikTok. Pra, dizinformimi që vjen nëpërmjet glorifikimit të së shkuarës është shumë i rrezikshëm, sepse duke mos pasur një sistem arsimor që t'i brumësoj këta fëmijë dhe të rinj për të keqen që ka diktatura, sisteme totalitare në përgjithësi, siç ndodh në botën perëndimore, që edhe vendet perëndimore të Europës kanë kaluar sisteme totalitare, por i edukojnë brezat që në klasat e para derisa e mbarojnë sistemin arsimor bazë, i edukojnë për të këqijat që ka një sistem totalitar. Nuk ka rëndësi nëse është i djathtë apo i majt, pra një diktaturë është e keqe, edhe sepse të bën 1, 2, 3, 4 gjëra dhe kjo janë në dëm të shoqërisë. Por këtu çfarë ndodh? Sistemi arsimor në Shqipëri ka
nuk ka informacionin e duhur, ose nuk bëhet një edukim i duhur për të keqen e diktaturës dhe sistemit totalitar, dhe në këtë mënyrë i lë të rinjt pa një mbrojtje para botës ku jetojnë, para dizinformimit që vin pra, dhe ata shohin një video sa bukur pas ka qenë në komunizëm, se njerëzit pas kanë qenë të lumtur. Kjo është komplet një perceptim i gabuar i së shkuarës. Unë i kuptoj brezat e prindërve tanë, le të themi që kanë një nostalgji për jetën e tyre, për rinin e tyre, jo se kanë nostalgji se ishin mirë, se ata nuk e kuptojnë për kohën. Ata është një brez i çuar dëm, si më thënë, jeta e tyre e çuar dëm, pa e kuptuar se jetonin në një sistem të izoluar, shumë pak e kuptonin, dhe ata që kuptonin, po të thonin një fjalë, përfundonin në burg me nenin e famshëm agitacion e propagandë. Po të ankoheshin se s'kishte ushqim, apo s'kishin provu kur një Coca-Cola, s'kishin par kur xhinse me sy, ose nuk mbanin dot një model flokësh siç do dëshironte çdo i ri asaj kohe. Pra, Shqipëria ka qenë e izoluar, ka qenë një burg i madh për 45 vite, dhe ky brez që jetoi në atë izolim nuk bënte dot krahasimin me moshatarët e vet në perëndim, se si jetonin, se si bota perëndimore po kishte rock and rollin, kishte po avancuar, pra kishte lirinë të veshurit, lirinë. E di çfarë kam vënë re? Kam parë një problematik tek prindrit, e do ta bëj krahasimin me gjyshrit, të cilët vazhduan të mos flasin për këtë periudhë as pas viteve 90. Kur unë fillova të kisha edhe këto problematika që ti thua, pra të hasja një video në rrjetet sociale, apo të bëja një bisedë, cilët nuk e kisha informacionin, normalisht që personi i parë që ti dëshiron të pyesësh janë prindrit. Unë kam jetuar me gjyshen, e kam patur këtë fat. Dhe ndërkohë që flisja me timat edhe me timama, edhe pse ata përpiqeshin kryesisht të ma shpjegonin thatë, pra duke mos ju kthyer asaj periudhe shumë, kuptoja që kishin një ndrojtje të cilën ma kanë tentuar të ma japin dhe mua me idenë që po nuk duhet merresh me këtë, po ç'to duhet ty, vazhdon të jetë sistematike, ndoshta për çdo po themi investigim apo hulumtim që bëj, që ndoshta ka një tematik të vështirë, vazhdoj dhe e dëgjoj këtë, po themi këtë refren. Po pra se është kultura e frikës që ka imponuar, është kultura heshtjes dhe frikës që ka imponuar diktatura, të cilën fatkeqësisht element të saj, ne i shohim dhe sot. Pra, nëse një familje ka një të punësuar në administratë sot, ka të kulturën që të mos i prishim punë, të votojmë partinë në pushtet, s'ka rëndësi se cila është, por kjo është kultura, ose mos të ç'na duhet ne. Një lloj konfirmizmi që vjen nga e shkuara, pra është në venat, unë shpresoj shumë që të rinjtë e sotëm mos ta kenë këtë gjë, dhe sigurisht as brezi jon që prap jemi rritur pas 90-s nuk e ka këtë gjë, por vazhdon të jetë ajo kultura e frikës, e konformizmit, e patronazhimit të popullit, që vjen nga diktatura, e në element që vjen nga diktatura, se kështu ishte, atëherë shkonin 99% vajtën në votime, 99.99 votuan për partinë pushtet që ishte e vetmja parti, nuk ishte parti tjera për këtë votonin. Ndërkohë nga ana tjetër, në mënyrë shumë paradoksale, gjyshja, e cila ishte, po themi, shumë më e madhe në moshë, e kishte përjetuar, po themi ishte e rritur kur vjen komunizmi, më ka folur gjithmonë për atë periudhë, për shembull për një nga elementet të cilët ajo e kishte shumë të rëndësishme, që ishte feja, nuk arriti të heqë dorë, apo nuk deshi e pati zgjedhje më fat. Sigurisht, ti heqësh besimin fetar, njeriu është ti heqësh shpirtin, sepse besimi fetar ka të bëjë me shpirtin. Edhe ti heqësh besimin fetar një njeriu, pra ato u mundua të bënte diktatura që s'e ka bërë në asnjë vend tjetër të botës. Ne kemi qenë i pari, ndoshta i vetmi në histori shtet ateist, i shkruar në kushtetutë shtet ateist në botë. Pra, përveç se i mbylli kishat dhe xhamiat, e persekutoi klerin katolik dhe klerin musliman dhe klerin ortodoks dhe Bektashi. Pra, historia e klerit shqiptar në komunizëm është një histori sakrifice, dhimbje, por edhe jashtëzakonshme. Edhe jashtëzakonshme, po, sigurisht edhe për qëndresën që ata patën. Dhe tu heqësh këtë, sepse ata mbajtën fen gjallë, besimin te Zoti gjallë, pavarësisht se nuk lejoheshin më meshat, nuk lejoheshin më bajram, nuk lejoheshin më festat fetare.
edhe gjyshet tona, sepse dhe unë gjyshen e kisha besim, vazhdo të ruante besimin dhe të thoshte ato lutjet e saj, gjyshet tona e ruajtën atë besim brenda familjeve, brenda mureve, brenda vetës, po edhe me familjet, pra u munduan të bënin një fest të fshet, pa e marrë vesh komshit, pra të bënin një gatim që ishte special për Krishtlindje, apo për Pashk, apo për Bajram, për ta ushqyer, por kjo ishte e tmerrshme, është një nga pjesët e diktaturës. Pra, rinia sot me duhet kuptoj këtë, pra çfarë të bën një sistem totalitar, dhe nëse ti e lejon, se ai nuk vjen për një ditë, ai vjen avash, sepse kur mbaroi lufta e dytë botërore dhe erdhën komunistët në pushtet, njerëzit ishin entuziast fillim, por entuziazmi mbaroi shumë shpejt sepse filloi terrori dhe u vendos diktatura nëpërmjet terrorit, edhe ndalimit avash, sepse edhe feja u ndalua në 67-ën plotësisht, pavarësisht se asnjë diktaturë nuk instalohet në një ditë. Po pra. Atëherë, prandaj duhet t'i edukojmë brezat e rinj që ti shikojnë këto shenja, autoritarizmi që mund të çojnë në diktaturë, pra mos ta lejojnë vendin e tyre që të shkojë drejt një rrugë të tillë që është pastaj shumë e keqe dhe pasojat janë ne po i vujmë akoma ende sot pas 3 dekadash. Do ndalem tek një moment që po ashtu shumë i rëndësishëm. Pak ditë më parë pata mundësi të shoh një nga punët e Kujtos, që ishte vazhdimisht publikoni, vazhdimisht nuk hiqni dorë, shoh aty edhe dëshmi të cilat për hir të vërtetës është e pamundur të mos i mbash lotët, edhe 3 dekada më pas, lë pastaj kur i takon edhe bisedon me ta, është një periudhë shumë e vështirë, por një nga elementet që mendoj që është shumë i vështirë është zhdukja. Pra, të gjithë ata që janë të zhdukur, ka shumë që i humbën, sepse i vranë, por të paktën dinë se ku të shkojnë edhe ku t'i çajnë. Po, një tuf lule. Ndërkohë që ka pafundësisht raste të cilët nuk kanë gjetur asnjë varr të të afërmëve të tyre. Mjafton të vendosësh një moment në vendin e tyre, një babaj që ti nuk e di ku prehet, një nën, një vlla, është realisht shumë e vështirë. E kam patur një rast në familjen time ku njëri prej tyre nuk i vdiq duke mos e ditur se ku i kishte 2 vëllezërit, edhe ishte realisht shumë e vështirë. Dhe ky dokumentar që pash ishte pamundur të mos më ngrinte disa pikë pyetje. Pse akoma vazhdojmë të mos kemi, nuk pati që në fillim, një dëshirë dhe një angazhim për të patur kërkime, për t'i gjetur. A ishte realisht pamundësi? Apo Denada, unë kam një përgjigje të gjatë dhe një përgjigje të shkurtër për këtë pyetje që kam ty. Unë kam kohën për të dëgjuar. Atëherë, po e them përgjigjen shkurtër në fillim, po pastaj do më lësh të shpjegoj këtë plagë të rënd që e ka gjithë shoqëria me vete sot e kësaj dite. Përgjigja shkurtër është sepse nuk ka vullnet politik për t'i gjetur, sepse në momentin që hapet një varr dhe gjendet një i zhdukur që është pushkatuar, atëherë nis një hetim dhe dalin fajtorët dhe këta nuk, domethënë, kushdo që ka qenë pushtet, sepse qeveritë kanë ndryshuar nga 90-ta deri sot, nuk kanë dashur, pra nuk ka pas një vullnet politik. Edhe nga pikpamja gazetareske që edhe publiku të kuptoj, ne kemi një marrëveshje në fuqi me Institutin Ndërkombëtar të Gjetjes së të Zhdukurve, shkurt ICMP, që marrëveshje e ratifikuar në parlament, që detyron qeverinë shqiptare që ta zbatojë dhe të fillojë kërkimet për gjetjen të zhdukurve. Kjo marrëveshje është ratifikuar, është miratuar në 2018 dhe nga 2018 deri sot nuk është kanë bërë kërkime në Dajt, janë gjetur vetëm 2 varre, nuk kanë arritur, më duket, të identifikohen të kujt janë, por ndërkohë që kjo marrëveshje nuk zbatohet konkretisht, pra askush nga shteti shqiptar nuk e merr lopatën të gërmoj, ne, gazetarët e Kujto Pikal që kemi punuar, institucionet shtetërore, siç është autoriteti i dosjeve, kanë arritur të verifikojnë, dhe veti ICMP-ja kanë arritur të verifikojnë nëpërmjet dokumentave, dëshmive dhe hetimeve në terren, me mjetet më të mira teknologjike që ka sot bota, kanë arritur të verifikojnë varre. Pra varre që aty gjenden njerëz të pa identifikuar pranë burgjeve, pranë kampeve të internimit, ose pranë varrezave të Rrmajit, që është një vend që quhet Muri i Gjakut, ku sepse qarku Shkodrës ka një nga problematikat më të mëdha, edhe qarqet e tjera sigurisht, po atje komunistët pushkatuan kundërshtarët e tyre politik në një vend të caktuar dhe ka arritur ICMP-ja me hetimet e tyre, një raport që është publik, të identifikoj që aty ka gërmime dhe ka eshtra njerëzore, çfarë ndalon këtë shtet
këtë qeveri edhe kushdo qeveri që do jetë pas kësaj ose ka qenë para kësaj, që aty ku identifikohet që ka një varr dhe njerëzit presin për të zhvarrosur eshtrat të afërme të tyre, për të identifikuar që identifikimin e bën ICMP-ja dhe për të bërë nderimet e fundit, sepse është e drejta e njeriut të ketë një varr. Dhe asgjë s'ka ndodhur. Pra, konkretisht këtu është prokuroria që nuk përfshihet pra si institucion, ka pengesa ligjore që gjitha zgjidhen me vullnet politik. Nuk ka një vullnet politik për ta marrë lopatën dhe për të bërë këtë. Në planin personal, në punën time të kujtoja, është një nga pjesët, si më thënë, e komunizmit që më ka vrarë më shumë dhe më lëndon më shumë. Sepse sa herë takoj një individ që vazhdon kërkon eshtrat e një të afërmi, është një dramë shumë e madhe dhe nada, pra të jetosh gjithë jetën duke kërkuar për duke ditur që ai ka vdekur, pra është vrarë, po duke kërkuar që vetëm të ketë një pra është një drejtë njerëzore që do të një lloj identiteti. Kudo që shkoj dhe kudo që më pyesin, kam një rast që e tregoj gjithmonë. Secili nga rastet nuk ngjan nga njëri tjetri, po ky më dhëm shumë. Është një zotëri nga Gjirokastra, Taip Hoxha, i cili gjyshi i është vrarë në luftë me grekët në 1913, diçka e tillë, dhe ka vdekur në kufi dhe është pavarur. Babai doli kundër, ishte me partizanët dhe kur e kuptoi që në 44-ën e kuptoi që këta do luftonin me njëri tjetrin, ai tha, unë nuk jam futur këtu për të vrarë vëllezërit e mi, dhe doli kundër dhe iku jashtë, por pastaj si adhëtar që ishte u kthye në 45-ën për të bindur popullatën që mos të votonin komunistët për të ardhur në pushtet, dhe e vran dhe ja zhdukën varrin. Dhe kur vllai i Taipit, se Taipi ishte i vogël kur ja vran babain, u bë 18 vjeç, ja arrestuan vllain dhe e burgosën, e çuan në Spaç dhe pastaj e pushkatuan diku në një zonë në Mirdit. Dhe ai ka gjithë dokumentat e pushkatimit, vendin ku është pushkatuar, dhe i ka shkruar presidentit, kryeministrit, ministrit brendshëm, çdo njeriu të mundshëm, vetëm kërkon ndihmë nga shteti që të shkojnë ta zhvarrosin, sepse ai personalisht nuk e bën dot këtë. Sepse ka një lokacion, po ti nuk mund të shkosh të gërmosh e para gërmimet kushtojnë, e dyta nuk mund bën pa leje dhe duhet i bëj një institucion. Dhe ky njeri në intervistë më ka thënë, familja ime nuk ka një varr burrash prej 100 vjetësh. Sepse i ka të zhdukur gjyshin babain dhe vllain. Babain dhe vllain ja ka zhdukur komunizmi. Dhe ai do thjesht të ketë një vend ku të çoj lule për vllain e vet, se për babain nuk po kërkon më, domethënë, po e ka te vllai gjithë. Si kjo histori ka pafund e nada. Në ish kampin e Tepelenës, që vazhdon të jeti pa mbrojtur nga shteti, ku kullosin lopë sot, kanë vdekur dhjetra, ndoshta dhe qindra fëmijë nga uria dhe nga smundjet ati kampi që funksionoi nga viti 59, 54, 59, për pak vite. Çdo njeri që ka shkuar aty dhe kam pyetur, kam qenë shumë e interesuar për të ditur që në hyrje të kampit ka një ndjesi dhe ka një është ndryshe nga kampet e tjera. Dhe kur kam parë emrat e fëmijëve, sepse aty ka lapidari me emrat e fëmijëve, më të madh të fëmijëve, është e pamundur të mos prekësh, dhe them si ka mundësi që aty nuk ka asnjë element kujtesës. Kam shkuar në Prag, nuk mbrohet, nuk bëhet muze, sepse ky shtet do ta lërë në harres, do ta harroj. Pse Blerin? Janë thjesht përpjekjet që po bëjnë organizatat e shoqërisë civile her pas here, le mos t'i ham hakun, dhe institucioni i autoritetit dosive përpiqet të bëj, po jo, do një vullnet më të madh politik, e do një angazhim më të madh shoqëror për ta ruajtur. Në fakt, ai kampi i Tepelenës është Auschwitz-i jon. Ne duhet ta ruajmë atë, t'ua tregojmë brezave. Dhe me që nisa pak më herët, e thashë, djali im erdhi dhe kishte pa një video ku kishte perceptuar komunizmin në mënyrë krejt glorifikuese, të gabuar, të keq informuar. Unë e mora me vete një nga këto verërat që ne shkojmë vizitat përkujtimore që bëjmë në kampin e Tepelenës, dhe mora me vete e çova atje. Dhe atje ishin fëmijët e atyre që kishin vuajtur në kamp,
ca djemë të ri kishin marrë nënën e kishin sjellë atje, nëna kishte qenë 14 vjeçe kur kishte qenë në kamp, dhe ajo u rëndua kaq shumë emocionalisht, se ishte herë e parë që kthehej në atë vend ku kishte vuajtur, ku kishte parë fëmijë që vdisnin edhe gjitha. Drama jetësore. Dhe djali im, edhe pse ishte 12 vjeç në atë kohë kur e kam çuar atje, e përjetoi dhe pa me sytë e vet dhe pa dëshmitë dhe kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Ajo është fuqia e kujtesës. Dhe kur u kthye në shkollë në shtator, kur mësuesja u kërkoi të bëni një hartim si kishin kaluar pushimet verore, nga gjithë 3 muajt e verës, ai zgjodhi të shkruante vetëm për atë ditë. Dhe kjo është fuqia realisht e asaj që ne flasim. Tani minutat e mbetura do doja t'ja kushtoja një eventi, Tingujt e kujtesës, cilët kam patur fatin ta përjetoj vetë, vitin e kaluar në Spaç, do t'jetë dhe si vjet, me një lokacion që do ma thuash edhe gjitha, por dua të pyes që në titull të fut, po themi në atë botë, Tingujt e kujtesës. Fillimisht kam patur disa pikpyetje, dhe po ta them sepse mund ta ketë kushdo. Thoja si mundet përmes artit, patjetër është fuqia më e madhe, të shkojmë tek ajo dhimbje që ata kanë përjetuar. Dhe këtë e kam kuptuar vjet në 21 maj në Spaç, kur ishte e pamundur të mos qaje edhe kur këndohej për atë kohë. Si lindi ideja që nga titulli dhe pastaj si e ke zhvilluar? Ke qenë në Tiranë, ke shkuar në Spaç, do shkoni në Shkodër? Pse? Atëherë, Tingujt e kujtesës lindi në vitin 2022, megjithëse Kujtoja është ndërtuar platforma Kujto.al, databaza të dhënave për gjithë viktimat dhe krimet e komunizmit, është ndërtuar në 2018, por në 2022 pata fatin të njiheша me një artiste shqiptare amerikane, pianiste, që ishte bërë antare e një organizate për komunizmin në Washington, edhe duke pirë një kafe, aty ka lindur ideja për herë të parë se si të bëjmë, si ta përçojmë kujtesën nëpërmjet artit, dhe koncerti i parë është bërë në 2022 dhe Elida Dakoli, që është personazhi në fjalë, ka luajtur në piano dhe ka qenë, si më thënë, protagonistja kryesore e këtij koncerti, dhe pasi salla u mbush plot, dhe pasi videot u shpërndan pafund dhe koncerti i plot u transmetua edhe në radio televizionin shqiptar, e kuptova që kultura, muzika, arti ishte një mekanizëm shumë i fuqishëm për të përçuar tek njerëzit kujtesën, pra nëpërmjet muzikës. Ne në atë koncert vendosëm në skenë për herë të parë një këngë që është krijuar dhe kënduar në kampin e Tepelenës dhe na e solli Klara Merlika, e cila ka humbur jetën këtë vit në moshën 92 vjeçare. Klara ka qenë e përsekutuar, e internuar në këtë kampin e Tepelenës, dhe ajo e mbante mend këngën, ai ishte një këngë vaj që e kënduan brenda në kamp. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që ne të gjithë koncertet i kemi bërë me muzikë të krijuar dhe tekste të krijuara në burgje dhe në përkampe. Ky është një element shumë i ndjerë. Është shumë i ndjerë dhe njerëzit janë habitur, janë tronditur kur kanë kuptuar për shembull që një këngë të cilën e këndojnë nëpër festa, siç është në pijetore unë jam ulur dhe s'po pija vetëm, ajo ishte krijuar në Spaç, ku tekst shkruasi, kompozitorët dhe ata që e kënduan për herë të parë ishin të burgosur, ishin artistë të burgosur në Spaç, për shkak se ishin artistë jo konformist me pushtetin e tjerë. Pra, e gjithë kjo koncepti i koncertit Tingujt e kujtesës, që këtë vit bën edicionin e 5, e kemi ndërtuar mbi muzikë dhe vepra arti të krijuara në përburgje nga artistët e burgosur, nga artistët e dënuar për shkak të thjesht mendimeve të tyre dhe qëndrimeve të tyre. Këtë vit, pasi kemi bërë 2 vite në Tiranë, 1 vit në Rrëshen me Bashkinë e Rrëshenit, e falenderoj shumë, pasi e bëm vjet në Spaç dhe kishim fatin të kishim dhe juve prezantuese të koncertit, këtë vit ne do ta bëjmë pranë Zallit të Kirit, diku pranë varrezave të Rmajit, në një vend, jo tamam në atë vend, po në një zonë ku regjimi komunist pushkatonte, ishte domethënë kundërshtarët e tij politik. Pra, qarku Shkodrës është një qark që ka një plagë shumë të madhe, një dhimbje shumë të madhe. Në muzeun e kujtesës në Shkodër rezultojnë afër 600 persona të zhdukur që s'kan akoma varr ose që kërkohen. Edhe ne kemi arritur vetë të bëjmë profilet e të paktën 110 personave mes tyre intelektual, klerik, artistë që janë pushkatuar, kanë vdekur në përburgje, janë përsekutuar në mënyrë të dhunshme.
dhe do ta mbajmë atje dhe gjithë koncerti është fokusuar tek artistët shkodran, tek muzika shkodrane, por në funksion të kujtesës, pra arti në funksion të kujtesës. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje ishin dy botë, do t'i quaj. Po i referohem tani përvojës time në Spaç. Mësues që kishin sjellë nxënës, gjë që patjetër që më gëzonte, është në raport me atë që ne diskutuam në pjesë të parë të raportit të rinjve, dhe ajo që më shumë më mallëngjen është nuk heqin dorë sa ardhurit të gjithë ata që nga kaluar vite, kam patur mundësi të bisedoj me ta, disa prej tyre kanë kaluar 20 vite dhe rikthehen aty dhe janë gjithkohës po themi falenderus nëse ti i përmend apo ti flet me ta, dhe them Blerina, ti ke patur mundësi të bisedosh shumë më gjatë me ta, dhe e di që e ke ndjerë edhe e ke prekur dhe ti, edhe nëpërmjet tingujt të kujtesës e kam arritur ta prek. Si ka mundësi njerëzve që ju është marrë ndoshta gjithçka përveç dinjitetit edhe ato elementeve që i kanë pas brenda tyre që jam e bindur që nuk kanë arritur, nuk kanë mundur, janë mirënjohës, nuk kanë mlefe në kuptimin jo se nuk kanë mlefe, se s'ka njeri që nuk... nuk kanë as zemrimin e kanë, por... Kanë zemrimin, por kanë falur, kanë arritur të bëjnë një lloj përjetimit të cilat i lartëson shumë si njerëz. Nga se vjen kjo? Kam përshtypjen se vjen pikërisht për faktin se regjimi persekutoi njerëzit më të mirë, pra njerëzit me shpirt më të lirë, por në 90-ën kam përshtypjen ka pas një frikë se mund të kishte një lloj hakmarrje të atyre që ishin përsekutuar ndaj sepse ne jemi vend i vogël, e gjithë e njohim njëri tjetrin, dhe nëpër hetusira ndodhi që hetuesit e kohës ose ata që bashkëpunonin me sigurimin e shtetit gjithë e tejkalonin dhe ligjin e egërsinë edhe në dhunën e tyre që bënin ndaj shqiptarëve të tjerë, pra ndaj njëri tjetrit. Se kjo është e tmerrshme këtu në Shqipëri, pra nëse hebrejt e kanë përjetuar nga nazistët, në Shqipëri ka ndodhur që shqiptarët e kanë bërë shqiptarëve, pra nuk është se na bëri një huaj. Edhe këtë ma thonë gjithmonë miqtë e mi nga Kosova që nuk arrim dot ta besojmë se si shqiptari, pra sepse armikun ata e kishin të huaj. Po, të huaj, kurse ne shqiptari dhe komunizmi arriti të krijojë një mekanizëm që e futi urrëtin dhe brenda familjes, pra ne e dim rastin e Max Velos që e ka spionuar, domethënë bashortja vetë e tjerë, pra u futën, u ndarë dhe familjet u përçan që të krijonte atë. Ishte qëllim. Po ishte qëllim që klimën e mosbesimit të njëri tjetri, pra besojnë vetëm partinë, po për partinë ne mund të vrasim, të presim edhe vllajin, domethënë kjo është ideja. Atëherë, nga gjithë dëshmitë, intervistat që kam bërë dhe nada, në pak raste kam gjetur një lloj zemrimi edhe etje për drejtësi. Këtë etje për drejtësi e gjej më shumë te pasardhësit e tyre, tek të rinj. Pra, një nervozizëm që pse s'është bërë drejtësi për këtë gjëra. Ata jo kanë falur, e kanë pranuar, nuk i vë dot emër, pra, vujtja për ta është shumë e madhe, nuk është se ata kanë falur të keqen, po e din kush është e keqja, nuk duan që të vim dhe fakti që ata vazhdojnë dëshmojnë, e bëjnë këtë në funksion të kësaj, por nuk duan të hakmerren. Pra, herën e fundit ne kishim një investigim te kujtoja për vrasjet në kufi me malin e zi në Shkodër, edhe një personazh, Jack Beci, të cilit i vran vllajin, para 2 muajsh kujto bëri një investigim Mirfildi, gazetares për vrasjen në kufi në vitin 90, kur regjimi po binte. Dhe takuam dhe morëm dëshmi një zotri nga Shkodra, Jack Beqi, i cili ishte duke kaluar kufirin me vllajën e tij 25 vjeçar, dhe drejtori i postës kufitare ja vrau vllajën me gjak ftohtësi në sy. Pasi e kishin kapur në kufi, e nxori në breg, në Velipoj, dhe e vrau me gjak ftohtësi. Dhe shumë shpejt regjimi ra dhe ky ishte shumë i zemruar sigurisht, por babai i tij tha, me shtetin, tha, shteti ta ka vrarë, ti me shtetin do ta zgjidhësh. Nuk do marrësh hak vetë personalisht. Dhe ky shkoi në gjykat, gjykata e dënoi në mungesë drejtorin e postës kufitare, sepse ai e kishte vrarë komplet edhe në kundër ligjeve të kohës, sepse në 90-ën u zbutën ligjet dhe e dënoi në mungesë me burgim të përjetshëm, në mos gaboj. Dhe ky person ndroi emrin, iku në Itali, dhe sot e kësaj dite, edhe pse është në kërkim ndërkombëtar,
Shteti shqiptar ka dështuar totalisht që atë ta kthej dhe të vuaj dënimin të cilin ja ka dhënë gjykata e Shkodrës dhe gjykata e Apelit në Tiranë. Pra shteti ka dështu totalisht të t'japi drejtësi, pavarësisht se Gjeka vazhdon dhe nuk dorëzohet dhe vazhdon kërkon që ky njeri që i ka vrarë vllajën në mënyrë të padrejtë, i dënuar të kthehet në Shqipëri dhe të vuaj burgun për të cilin është dënuar. Sot e kësaj dite nuk dënimi është dhënë që në 96-ën dhe ai nuk e ka vuajtur një ditë burg. Edhe pse autoritetet italiane, sa jeton në Itali, e kanë kapur zotrin, Bino Binaj, pastaj ka ndryshuar emrin e ka bërë Besnik Zykaj, e kanë kapur Ministria e Drejtësisë bashkë me prokurorinë shqiptare, nuk di se ku kanë gabuar në dosjet që kanë dërguar dhe çfarë kanë bërë, nuk i kanë bindur autoritetet italiane për ta sjellë këtë zotëri. Pra, mungesa e drejtësisë është gjëja që vret më shumë pas 3 dekadash e gjysmë për krimet që kanë ndodhur atje. Njëta gjë ndodh edhe më të zhdukurit, që është një problem i prekur në raportet e Komisionit Evropian çdo vit. Pra, nëse ti do të futesh në BE dhe të kesh standardet e vendeve europiane, ti duhet të lash hesapet me të shkuarën, duhet të gjesh të zhdukurit që po gjenden nga lufta e Kosovës, lufta e Bosnjës dhe gjithë luftrat e konfliktet që kanë ndodhur në botë. Një nga proceset më të dhimbshme, po më të rëndësishme të drejtësisë është gjetja e të zhdukurve. Gjë që në Shqipëri s'po ndodh. Dhe për ta mbyllur, unë në fakt ajo po e mbyll me një përjetim personal dhe me një pikpyetje që ende nuk i kam dhënë zgjidhje, edhe pse përpiqem të gërmoj gjithnjë më shumë. Të gjitha këto arrit ndoshta të them t'ja lë gjithë kalvarit të tranzicionit, por nuk kam kuptuar kurrë se si qofte një prej atyre që ishte pjesë e këtij 45 vjeçari nuk arrinte të nxirrte vetëm 5 shkronja. Më fal. Nuk ka ndodhur në vend tjetër që mos të kemi qoftë një kërkim falje. Në fakt kemi një rast që kemi publikuar dhe të kujtoja për një klerik Nikolin Kurtin, mos gaboj, nuk dua të gaboj me emrat, po që nipi vet, pra nipi këtij priftit të pushkatuar, ka arritur që të marrë me shkrim gjyqtarit dhe hetusit që e kanë dënuar me vdekje, një kërkim falje dhe pranimin se e kanë dënuar pa të drejtë. Me premtimin të dy, edhe gjyqtari dhe prokurori, me premtimin që këto letra të firmosura prej tyre të dalin pas vdekjes së tyre sepse s'donin të rëndonin pozitën edhe emrin e tyre. Është një rast edhe ky rrallë praktikisht, por me që përmenda Tayyip Hoxhan më përpara, ai ka arritur t'i takoj njerëzit që e kanë pushkatuar, ka thënë nuk kam asgjë personale me ju, keni bë detyrën që ka caktuar shteti, pra keni pushkatuar vllajën tim, po vetëm më tregonin vendin e saktë ku është që unë të ta gërmoj dhe ata e kanë refuzuar totalisht dhe e kanë përjashtuar totalisht, nuk kanë bashkëpunuar pra, edhe pse ishte afruar në mënyrën krejt njerëzore, nuk dua të marr hak te ju, por dua thjesht të gjejesh edhe vllajën tim. Edhe ka një ndarje në këtë pikë, domethënë, po edhe vetë shteti dhe vetë funksionarët shtetëror sot le të kërkojnë falje për krimet që ka bërë shteti shqiptar, dje. Nuk ndodh. Përkundrazi, gjejnë mënyra se si ta glorifikojnë, nxjerrin pa dashje emrin Enver Hoxhës atje në parlament, sikur ishte pa dashje, po nuk i lejohet institucionit më të rëndësishëm në vend të bëj gabime të tilla, të quaj figurë historike me rëndësi kombëtare diktatorin që ka shkatruar këtë komp për 45 vite. Jo vetëm për 45 vite, po që shehjat i shohim dhe sot për sigurisht. Dua të të falenderoj, është një temë që mund të flisnim gjithë ditën. Po mund të flisnim gjithë ditën. Jam e bindur, edhe është një temë e cila ftoj çdo njeri që ndoshta nuk e ka hapur atë derë, në momentin që e hap derën për të kuptuar më shumë, është e sigurt që vetëm do dojë të vazhdoj edhe të njoh dhe sa më shumë një aq më shumë kupton. Unë personalisht nuk kam arritur në atë fazën e njerëzve të cilët kam takuar her pas here, të cilat thonë që duhet falim për të vazhduar. Mendoj që përpara se të falim duhet ta njohim fillimisht shumë mirë që të dimë atë që duhet të falim. Ndryshe, komunizmi nuk vjen në një formë gjithmonë. Ka metoda edhe mënyra nënshtrimi të jashtëzakonshme që her pas here ndonjëherë i shohim dhe sot. Dhe pa qenë vetëdijshëm për atë periudhë dhe pa mësuar nga ajo periudhë, nuk mund t'i themi sot gjithkujt që tenton të na e marrë lirinë në një formë e një tjetër, sot ka forma moderne, teknologjia është njëra prej tyre, pa këtë vetëdije nuk do kemi mundësinë që ta stopojmë. Kështu që shpresoj që kjo bisedë me ty
tingujt e kujtesës që do t'jetë në qershor në zallin e Kirit dhe çdo eveniment që ka në qendër kujtesën e kësaj periudhe të jetë sa më e zëshme, jo vetëm në media, por në gjithë shoqërinë. Dua të të falenderoj që ke qenë pjesë e Table Talk dhe të të lë takim për herët të tjera patjetër. Faleminderit ju Denada për hapësirën që jepni një teme të ndjeshme, por shumë të rëndësishme. Kështu i vjen fundi edhe Table Talk për sot, ka qenë një nga ato temat emocionuese. Shpresoj që t'ju bëjë të reflektoj dhe secilit për ju që do ta ndiqni. Ju lë takim herës tjetër.